Me një ceremoni simbolike dhe plot emocione, qendra Brandon Forever 22 Legacy ka nisur zyrtarisht rrugëtimin e saj, duke sjellë një mision të ri shprehse, solidariteti dhe humanizmi në shërbim të komunitetit. Atmosfera e aktivitetit u çel nën tingujt e himnit të qendrës. Ndërsa themeluesja e organizatës, Manjula Kuqi, ndau me të pranishmit historinë prekse të Brandonit dhe motivimin që e shtyu të krijonte këtë iniciativë. Ajo theksoi se qendra synon të jetë një hapësirë mbështetjeje, frymëzimi dhe shprese për çdo që ka nevojë. Ju falenderoj nga zemra që jemi sot këtu të gjithë bashkë. Prania juaj në këtë ditë ka një domethënie shumë të veçantë për mua dhe familjen time. Sot nuk është thjesht një ceremoni apo një aktivitet i zakonshëm. Sot është një ditë me emocione të forta, një ditë kujtimesh, një ditë dashurie, një ditë që na sjell pranë njëri tjetrit dhe na kujton sa e çmuar është jeta. Më pas prezantimi i organizatës nga Kino Buxheli, njohu pjesëmarrësit me misionin, objektivat dhe mënyrat se si qytetarët mund të kontribojnë në këtë nisëm, ndërsa drejtori ekzekutiv Alban Karabashi vuri theksin të rëndësia e vullnetarizmit dhe bashkëpunimit si element kyç për të ndërtuar projekte me ndikim të qëndrueshëm në komunitet. Një nga momentet më domethënëse të ceremonisë ishte ceremonia e dritës, të pranishmit ndezën qirin të tyre në një akt simbolik, duke përcjell mesazhin e shpresës, unitetit dhe përkushtimit ndaj misionit të Brandon Forever 22 Legacy. Emocione sodhi dhe betimi solemn i 20 vullnetarëve të parë të organizatës, të cilët u angazhuan publikisht për të shërbyer kauzës së Brandonit. Në përfundim të ceremonisë, atyre ju dorëzuan certifikata mirënjohje nga themeluesja Manjula Kuqi dhe drejtori ekzekutiv Alban Karabashi, si vlerësim për gatishmërinë dhe kontributin e tyre. Me themelimin zyrtar të saj, Brandon Forever 22 Legacy hap një kapitull të ri në promovimin e vlerave të solidaritetit dhe humanizmit, duke ftuar të gjithë ata që besojnë te fuqia e vullnetarizmit të bëhen pjesë e këtij rrugëtimi.